tremojt gjatë qësaj note, a i ka qenë i plagosur, edhe kemi qenë në podrumin e kuzhinës, dikon rreth 600 të burgosur. Aty jemi shku jemi strehu, për me dalë në mëngjesin e datës 23 maj, edhe me so unë tash e mojnë men, a i ka qenë i djallë 6-17 vjeç, i honit e lezit, edhe është vra edhe ka vdek në kuzhinë, poshtë ku kemi qenë, dikon rreth 600 të burgosur. Është vra në çfarë rrethanesh? Po është vra me datën 22, po njëkohësisht nga plagët tani ka vdek. Është vra prapë, sepse neve, edhe ku kemi qenë në kuzhinë, na ka gjujt bomba për dritarë mbrenda, aty ku kemi qenë në këtë në bodrumin e kuzhinës ku kanë qenë. Ku kanë gjuajtur bomba. Po na gjujshin për dritarë, bomba, sepse policët apo të burgosurit. Me datën 23 maj, Naiti ka qenë me një grup të burgosësh në pavionin C me të plagosur, duke i shëru, ndërsa ne kemi qenë në pavionin të kuzhina në podrum, ka hy komsoria, ka hy edhe gardiant, edhe polic, edhe ushtar, edhe ushtar me shirita në krah, ose paramilitare që shdu të mi qujtë, kështu që kanë hi komsoria me shkel komplet terenin, me shliru si pas tyne terenin nga ne. Dhe kanë orë të kuzhina ku kemi qenë ne, se ka qenë pe objekteve të parë që ka qenë ofër derës, kanë kërku me megafona që ne me dalë jashtë, por ne nuk dilnim sepse kishim frikë. Ata gjunin me zolla nga brenda. Ne ishim për dritarët vogla që kanë qenë, se podrumi ka qenë në nën tokë edhe pak dritarët u sheshin jashtë. Ata gjunin me zolla në gjitha drejtimet e objekteve mbrenda burgut të Dobrovës, po ashtu gjunin edhe të objekti jon ku ne ishim diku rreth 500 ose 600 të burgosur. Edhe aty ka vdek. Nëse po lutem mos më gabu, edhe më vjen keq që ka dek ai djali i ri, sepse ka ndek shumë sigura janë vra, po aty ka gjetë vdekjen ushtari më i ri edhe i burgosi më i ri Brava. Brava, po nga... E ka edhe një shkrim aty thotë unë po vdes, dhe thotë, kur jemi konë të shtëpia tina në Han të Lezit,